Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë diabet, si ta përdorni qepën për të mbajtur nën kontroll sheqerin në gjak. Qepët janë ullëntuar për efektivitetin e tyre në uljen e niveleve të sheqerit, si dhe kontributin e tyre në shëndetin e kockave. Ekstrakti i tyre në fakt mund të zvogëlojë përveç niveleve të larta të sheqerit në gjak dhe kolesterolin, siç u theksua gjatë takimit vjetor të vitit 1997 të shoqatës endokrine në San Diego. Nivelet e vazhdueshme të ulta të sheqerit në gjak, siç rregullohen nga insulina e prodhuar në pankreas, janë një kusht i domosdoshëm për të shmangur diabetin e tipit 2. Nëse për ndonjë arsye pankreasi nuk prodhon sasinë e nevojshme të insulinës, sasia e sheqerit në gjak mund të rritet dhe të kërcënojë shëndetin tuaj. Për këtë arsye, një sër studime shkencore po përpiqen të zbulojnë trajtimet dhe mënyrat të rëndësishme për të ndihmuar personat me diabet. Këtij vëllimi shkencor i shtohet një studim i ri i cili ka zbuluar se një perime shumë e njohur mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak deri në 50%. Shkencëtarët tani e shohin këtë perime si një mënyrë të mundshme për të përballuar simptomat e sheqerit. Më konkretisht, gjetje shkencore të paraqitura në takimin e vitit 1997 të vjetorit të shoqatës endokrine në San Diego u zbulua se ekstrakti i qepës mund të zvogëlojë ndjeshëm nivelin e lartë të sheqerit në gjak dhe kolesterolit kur jepet së bashku me ilaçet antidiabetike që mund të përdoren në mbikëqyrjen e një mjeku. Qepa mund të përdoret si një suplement ushqimor. Studiuesi kryesor Dr. Anthony Oye, një endokrinolog, diabetolog dhe kolegji shëndetësor Delta, tha se qepa është një lehtësues i arritshëm i përdorur si një shtesë diete. Tani duket se ai gjithashtu ka potencialin për të përdorur në trajtimin e personave me diabet. Studiuesit e testuan këtë teori tek minjt. Në total, 3 grupe të minjve diabetik ju dha një sër dozash me ekstrakt e qepe për të parë nëse mund të përmirësonin efektin e ilaçeve. Dozat ishin 200 mg, 400 mg dhe 600 mg për kilogram të peshës trupore. Studiuesit gjithashtu ju dhanë ilaçe të qepës 3 grupe të minjve jo diabetike me nivele normale të sheqerit në gjak. Qepa i ndihmoi ato në uljen e glukozës. Ullëntimi zbuloi se nga minjtë diabetik, ata që morën 400 mg dhe 600 mg për kilogram peshë trupore, treguan një ulje të niveleve të sheqerit prej 50% dhe 35% respektivisht në krahasim me fazën fillestare. Përveç kësaj, ekstrakti i qepës uli nivelin e kolesterolit LDL tek minjtë diabetik me ata që morën doza prej 400 mg dhe 600 mg që tregon rezultate më të mira mbreslënse. Ullëntimi zbuloi gjithashtu se ekstrakti i qepës çoi në shtimin e peshës tek minjtë jo diabetik, por jo te ata me diabet. Dr. Oye arriti në përfundimin se qepa duhet të rrisë normën metabolike si rrjedhoi dëshirën për ushqim, duke rezultuar me rritje të marrjes së ushqimit. Gjithashtu ekspertët treguan se qepa mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që huajnë nga diabeti dhe jo vetëm. Qepët dhe hudhrat janë elementi kryesor i kuzhinës. Shumica e gatimeve kanë nevojë për qepë dhe për hudhër për një shije më të mirë. Qepët jo vetëm që japin një aromë të shkëlqyer ushqimit, por gjithashtu janë të shëndetshme. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nga konsumi i përditshëm i qepëve sipas health.com. Qepët do të ofrojnë bakterie të mira. Ne preferojmë të mos mendojmë shumë për bakteriet. Ajo bën të sëmureni më shpesh. Në studime të treguara ka treguar se bakteriet që jetojnë brenda trupit tuaj na mbrojnë edhe në përmirësimin e shëndetit. Qepët përmbajnë fiber probiotike të cilët janë të mira për zorrët tuaja. Ato mbajnë të shëndetshme florën e zorrëve dhe rregullojnë nivelin e sheqerit. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon rritjen e elementeve ushqyes për zorrët, duke lehtësuar kështu edhe problemet e tretjes. Qepa është e mirë për zemrën. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepës në gjakun tuaj. Këto studime tregojnë se konsumi i qepës rregullisht zvogëlon edhe presionin e mpiksjes së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol në qep dhe ato mund të shtojnë edhe aromën. Pra është shumë më mirë që të shtoni qep në ushqimet tuaja se sa krip shtesë për shembull. Kripa është e dëmshme për presionin e gjakut, ndërsa qepa ju sjell përfitime. Qepa është e mirë në rregullimin e niveleve të sheqerit. Studiuesit kanë zbuluar se nivelet e sheqerit në gjakun e kafshëve ulën ndjeshëm nga qepët.
Shkencëtarët mendojnë se sqafurit e qepa bën që prodhimi i insulinës të rritet, gjë që ul nivelin e sheqerit. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se qepa është një zgjidhje shumë e dobishme në dobi të organizmit. Qepa është një nga elementët bazë të gatimit dhe sigurisht trupi juaj mund të marrë shumë përfitime prej saj. Në këtë video, sipas brejt saj, do të tregojmë çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani më shumë qepë se sa normalisht. Qepa ndihmon në densitetin tuaj të kockave. Sado e çuditshme mund të tingëllojë, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës mund të ketë efekte pozitive në dëndësinë tuaj kockore. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit dëndësinë kockore me 5% krahasuar me ato që nuk i han. Qepët ndikojnë në nivelin e kolesterolit dhe mbajnë zemrën tuaj të shëndetshme. Të larta me veti të mira antiinflamatore, qepët zvogëlojnë kolesterolin e keq dhe janë të pranishme në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën tuaj të shëndetshme. Qepët stimulojnë tretjen. Qepët janë plot me fibër që përshpejtojnë tretjen e duhur të trupit. Përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit prodhimin e bakterieve të mira të zorëve, duke bërë më të lehtë procesin e tretjes së trupit tuaj. Qepët zvogëlojnë dëmtimin e qelizave dhe rrisin antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve që janë të mirë për trupin tuaj. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundje të caktuara, por gjithashtu parandalojnë dëmtimin e qelizave. Qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepa vret bakteriet e këqija të pranishme në gojën tuaj dhe përmirëson higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë dhëmbët. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj më të sigurt. Qepët ju ndihmojnë të flini më mirë natën. Kërkimet e bëra në Universitetin e Colorado sugjerojnë se konsumi i qepës mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë shëndetin e mirë të zorës dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepët luftojnë plakjen dhe përmirësojnë lëkurën. Të pasur me vitaminën A, vitaminën C, qepët mund t'ju ndihmojnë të arrini një lëkurë të përsosur dhe me shkëlqimin që dëshironi. Qepët janë një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë kundër problemit tuaja të puçrave dhe mund të sjellë një zgjidhje mjaft të mirë në shëndetin e lëkurës dhe jo vetëm. Qepët janë plot me antioksidantë që luftojnë problemet radikale të lira dhe gjithashtu ndihmojnë në riparimin dhe mbrojtjen e qelizave të dëmtuara në trup. Qepët duhet të ruhen në vende të freskëta, të thata dhe të errta, por jo në frigorifer. Mos e mbani qepën pranë patates pasi mund të lëshojë lagështi dhe të shkaktojë prishjen e saj. Qepa është e pasur me antioksidantë. Qepët janë të pasura plot me antioksidantë që luftojnë probleme të ndryshme dhe radikale të lira dhe ndihmojnë në riparimin dhe mbrojtjen e qelizave të dëmtuara të trupit, duke siguruar gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin. Qepët përmbajnë disa nga burimet më të mira të flavonoideve, përfshirë quercetinën, fitokimikate me veti të fortë antioksiduese. Qepa e kuqe dhe e verdhë është e pasur me këto antioksidues më shumë se speciet e tjera. Një dietë e pasur me antioksidant mund të ndihmojë në uljen e inflamacioneve dhe parandalimin e dëmtimit të qelizave. Ndikon gjithashtu në përmirësimin e sistemit imunitar dhe në një shëndet më të mirë të përgjithshëm. Janë bërë disa studime që mund të luajë një rol të rëndësishëm në parandalimin e radikaleve të lira. Ekspertët këshillojnë konsumin e qepës në zgjidhjet tuaja më të mira ushqimore, pasi mund të ofrojë vlera të larta për organizmin. Pavarësisht aromës dhe lotëve që shkaktojnë, qepa është një ushqim i vlefshëm, sidomos për trupin. Ajo është e mirë gjithashtu kundër ftohjes, rrjedhjes së undëve dhe një gjumë më të mirë. Prisni një qep në dysh, nuk hasni 5 deri në 10 herë para se të bini për të fjetur. Për rezultate më të mira, vendosni qepën pranë shtratit dhe do të lehtësojë gjithashtu problemet tuaja të pagjumësisë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.